në vendim të Këshillit Bashkiak numër 67 datë 16 nëntor 2024 jetë titullin qytetar Neri Zotit Gjez Nikol Rakaj. Përgjithësi këta drejtuesit që të grumullohen kuadrat më të mira, më produktive të qytetit, të zonës, të rrethit, po edhe jashtë rrethit, edhe të bëhet një plan perspektivë zhvillimi për malsinë e madhe, ku të kapin të gjitha arteriet, edhe në kuptimin sipërfaqësor, edhe në kuptimin e veçorive që kanë zonat e caktuara, edhe në synimet kryesore që duhet të arrihen për efektivitetin që të ndikojnë rritjen e mirëqenies. Mua më dominon ai mendimi financiar, sepse i tillë jam kualifikuar, kupton? Edhe të krijohet një raport të tillë që të kuptojmë një herë mirë se ku do të jenë synimet kryesore dhe ku do të jenë drejtimet kryesore të investimeve, duke mbledh edhe njerëzit më të ditur të zonës. Ndoshta do delte një plan perspektiv, se gjërat nuk mund bëhen për një vit, por mund bëhen në etapa, duke programuar planin përgjithësi dhe zhvillimi sipas viteve. Dhe duke u mbledh në këtë drejtim me qëllim që në kohërat e caktuara të dim objektivat e caktuara, kemi me çat matemi edhe ecim për. Edhe unë do të investohem në këtë në rast se do lind nevoja, jam i gatshëm edhe me shok të tjerë nga Tirana, që të bashkëpunojmë kështu. Unë mendoj se biznesmenët e kësaj zone do të kontribuojnë edhe në mbështetjen e këtij grupi, me qëllim që të mos randohet buxheti përdoret për ato synime që ka, ndërsa kjo të jetë jashtë buxhetit, por të ketë një produktivitet të caktuar që të nderohet, sepse është një zonë shumë e bukur, një zonë vërtet me ajër të pastër, e kupton se ajri është gjë e madhe sot, që njerëzit duhet ta vlerësojnë, dhe që mundet mbi këtë bazë të marrë një zhvillim në total zona e jonë. I dashur kryetar, dashi përgjigje thjesht, malsor nderi, dhe nuk ka gjë më të bukur se kur malësia të jep këtë titull, e më shumë se kaq, unë nuk di çfarë them veç që t'ju them faleminderit, e t'ju uroj gjithë mirat. Unë nuk jam nga kjo trev, por sa herë vi, kënaqem, mbushem me frym dhe me emocion. Malësia e vlerësoj Gjergjin dhe për mua fjalët e tepërta nuk kanë më vlerë. Ju falenderit që të tillë njerëz kanë aftësinë të prollojnë mendime dhe ide që nuk kanë datë skadence. Kështu që unë të uroj vlerësimin edhe urimet më të mira. Vërtet sot je një malësor i nderuar, por je nderi i malësisë. Figurat e tilla i bëjnë nder malësisë. Gjitha të mira.